Janë, dhe me thonë, prej fatës të vogël e ka familje të shtoj, që familja e saj pret I organizojnë iftare nëpër xhamia, përveç ashtu ne ka dhe shqiptarë tjerë, shpesh ndodhet që organizojnë shumë iftare nëpër xhamia, ndodhin nashta çdo javë, çdo muaj. Aha. Okej. Na bisedum paraprakisht edhe më tregove për ndërtimin e një xhamis që po niset, diçka po mendohet me u nis atje. A mundesh me na tregu pak a shumë për këtë pjesë? Po, është duke u prit me u ndërtuar xhamia, thjesht presin me u mbledh fondacionet për atë xhami edhe shpresoj inshallah që bëhet shumë shpejt. Aha. Po, do me thonë, po punohet në drejtim që me mbledh fonde për një ndërtimin e një xhamis në Londër. Po. Okej. Xhami me qenë shqiptarëve, apo? Po, besoj që po. Nuk kam shumë informacione, thjesht e di që është duke mundu me mbledh për fonde. Okej. Erza, ku ndjehesh ma mirë, në Kosovë apo në Londër? Sa I përket mbulesës? Sa I përket mbulesës, në Angli, në Londër. Aha, okej. Pse në Kosova a je ndje ma shumë e paragjykune ose nuk je trajtu që ashtu që ti mendon se e ke meritu? Po, ka ndodhur që nuk jam trajtu mirë, ka ndodhur. Okej. A ki ndonjë rast specifik, për shembull në shkollë ose në rrugë ose ku? Në shkollë e kam kryer medresën edhe përkundrazi ma ka thonë atë konfidenten që për shamin muaj. Po në rrugë po ka ndodhur që 2 vjetër, 3 ka ndodhur që I kom ndi që kanë përdorur fjalë banale ose diçka, ato në Angli, në Londër jo. Jo. Po. Këtu, a ka shkolla islame në Londër? Po kemi. Aha, okej. Do me thonë, kur fëmijët rriten, ju e keni një mundësi që me I dërgu në për shkolla që janë islame? Po. Okej. Qysh është për ty me I rrit fëmijët atje? Tash ti pak a shumë informohesh për I familjarëve dhe për pjesën Kosovë. Ku mendon që është ma e lehtë me eduku fëmijët? Për me eduku është, do me thonë, tek shkollat është e drejtës I japin shumë liri. Mundohen ato me I dhënë kohje fëmijës shumë shpesh që nashta, për shembull, një djalë nëse luan me diçka të vojzave, ose specifike me ndonjë ngjyrë ma të kuqe ose të pembe, menjëherë është, do të thonë, dohet me u drejtu ka për me ndru gjenin ose... Okej. Kjo po ndodh në Londër? Po, të fëmijët prej qerë dhe veç janë nicin me I mësu, me I dhënë, jo nuk e kanë shtë obligim, po nëse e shohin fëmijën që veç e për të kohje, është... Ata e nxisin qa drejtim? E ignorojnë ose diçka. Aha. Do me thonë, e nxisin fëmijën, nëse fëmija ka specifika të gjinisë së kundërt, ata munden me vrejt, ata e fuqizojnë atë drejtim dhe nuk tentojnë me ndryshu. Jo, nuk e ignorojnë, thjesht e përkrojnë ato, ose për ndryshe, kur është puna për me eduku në mënyra tjera, janë shumë të mirë. I mësojnë shumë mu bo konfident, me I mësu prej vetit sanet, I lojnë shumë sanet me bo vetë, ama për ka edukimit të kjo anë, nuk shkonin heq. A është qetësuese që kjo për ju, më falë, Erza, për shkak se e kemi po, që ka kohë, jo vetëm në Angli, po dhe në vende tjera si Kanada, Amerika, që po përdoren të njëjtat metoda sa I përket edukimit fëmijëve. A është shqetësim kjo për ju? Ose qysh po mendoni me arrit me menaxhu atje për fëmijët e juaj? Është pak shqetësuese për shkak se nëse të vjen fëmija jote dhe tregon që për shembull kom bo këto se më ka thonë mësusja këto, edhe pse I tregon si nga ona fe, si nga ona morale që nuk është ashtu, ose gabim, ti nuk guxon nuk mundesh me përkrokit mendim me fëmijën tënd për shkak se mundën me të bëj probleme, mundën me thonë e punon fëmijën, mundën me ta deri vjen deri te me ta marr fëmijën. Të vesh thonë është për shembull të gjinia kundërt është ose vetë që I thu haram me shprehjet fetare, absolut është shumë problem për me fëmijën. Erza, po kthehemi prapë te Ramazani.
Nora, sa e keni iftarin atje? Iftari fundit duket ka qenë 6:15. Okej, qenë këtë pak para nesh. Disa 20 minuta nëse s'gaboj. Po kështu jemi me 1 orë mbrapa. Okej, jeni edhe me 1 orë mbrapa, po e vërtet. Okej. A të ka rënë mas martesës me prit ndonjë Ramazan në Kosovë? Jo, halo. Halo, okej. Edhe a ki nostalgji për agjërimin këtu? Në Kosovë po shumë. Okej. Zoti ta mundsof që Ramazanin tjetër me qenë këtu. Amin, faleminderit. Erza, unë shumë u kënaqa. Faleminderit shumë për kohën që e ke nda, për me kontribu në emisionin Muslimanet në përbot, edhe shpresoj shumë që kurdo që je në Kosovë, me na vizitu edhe brenda studieve të RTI-s. Faleminderit shumë edhe ty Vlera, po ta knasin me kohën me juve, ke një eksperiencë shumë e mirë, edhe e shfrytëzoj rastin me përshëndet familjen tënde prej Kosovës shumë. I përshëndesim edhe na shumë, edhe shpresojmë sa ma shpejt që kime ardhe dhe mi vizitua dhe ata. Faleminderit shumë. Amin. Allah ju pranoft agjërimin, duat. Selam aleikum. Aleikum selam, çdo të mirë.